Në një shoqëri dinamike që ne jetojmë sot, mediat e kanë një vend multidimensional në jetën tonë. Ato na shërbejnë për vetëdijsim, për informim dhe mbi të gjitha edhe për edukim. Qofshin ato të shkruara, të zëshme, auditive apo ato të para, vizuale, ato të gjitha kanë një qëllim, informimin tonë. Dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi qasje tek mediat të cilat ofrojnë të vërtetën. Ne jemi të rrethuar me shumë fenomene, me çështje të cilat e shqetësojnë jetën tonë, dhe mediat ato të cilat shuajnë shumë pikpyetje të cilat ne mundohemi që t'i gjejmë, ato të cilat mundohen të na arrisin cilësinë e jetës, apo të përmirësojmë mirëqenien tonë të përgjithshme, dhe duke pas parasysh që më e rëndësishme nga të gjitha është shëndeti, familja jonë si askush tjetër i ka kontribuar shoqërisë tonë. Me çështje të cilat prekin të gjitha sferat e shëndetit tonë, ka qenë një prag familjes, ka qenë hapi më i sigurt i informimit dhe ka qenë mënyra më e saktë e adresimit për të parashtuar çështjet tona dhe sigurisht të marrim përgjigje të nevojshme. Andaj faleminderit familja jonë për kontributin që i ke dhënë shoqërisë të cilën ne jetojmë sot.